Dy skuadrat e kryeqytetit sot po ndeshën në minatori pasi palestra një tetorin Prishtinë ishte zëm për shkak koncertit të mbrëmshëm të Alban Skenderaj. Të dhurus basketbolit, platformën tua dhe ton Art Motion, ku do qeni duke na shiku këto qaste. Kosovë, Shqipëri, Trojetona Etnike, Evropa po Amerikë, mirë se erdhët në ndeshjen e Xhiros 9 të Pro Credit Superligës Bora Sigal Prishtina. Çdo gjë është e gatshme. Hunter në tentimin e parë me një herë atje vjen me treshe Amin Hot me top në dorë edhe 2 sekonda Visario, çfarë blokade Peyton shkon dhe me ngulitje aksionin e përfundon për mrekulli atje pikë të Peytonit për rezultatin seri. Edhe një top, 4 topa të humbur dhe 3 aksione. Zeqiri në anën tjetër, time out kërkon. Jetmiri për mrekullit e Peytoni. Me këthim prapa për mrekullit. Kramer mbreti shumë. Aron Ukajn me Horog për mrekullit atje. Duar sonte dhe mungon. Peyton dhe nuk ka huq deri tash as një gjuajtje të lirë. E mbyll Krameri, por Amin Hoti me treshën e ti. Pikë, 4 kërcime. Dhe fauli Don Poloshkës ndaj Qizit Kosovës. Asaj Asdionit, tentim për 3 pikë dhe tani pikë e para të duelit. Për mrekulli asistim i Amin Hotit. Dhe në sulmin e fundit atje Burns deporton për birohot dhe asiston. Qizit pick and roll i dyfirsht atje. E shmonton koshin atje. Jules i pari në ndeshje sonte me pik 2 shifrore, 10 pik të shëkman Julesit për 27 me 14. Asistimi mirë atje i Qizit, si ti kishte shënuar Dion Haxhosaj, më pas Burns u këndel dhe ja tani vjen edhe një treshe shpejt e zbërthenën për mrekulli atje Ukaj. Ufa, çfarë blokade e Kramerit. Burns shpejt shkon atje iki strefi, por nuk ja pason Burns, vendos vet dhe realizon treshën. Bailey tani me Peytonin luftojnë atje me një Horog. Po e bën blokun si duhet. Tani tek Mekish nga një pozite vësht. Çfarë treshe e Aden Hot. 3-2 për treshe dhe 4-3 për treshe Amin Hot. Prishtinës 28 me 22, por 2 treshe të një pasnjëshme nga Mekishi dhe Hoti dhe tani edhe treta resht. Atje Bailey, Audrey Bailey deporton te Azemi 3 sekondat e fundit dhe pikët e para të Arjan Azemit. Deporton atje Amin Hot, bukur e kthen topin te Mekishi, i cili ka kohë me pi kafe, me pi edhe një çaj. Amin Hoti shpejt tek Jetmiri, edhe një herë, edhe një blokad nga Bailey dhe Kramer. Dion Haxhosaj ditë të qëllon për 3 pikë dhe kjo është treshja e parë. Pick and roll me Kramerin, por nuk ja pason. Burns vazhdon dhe realizon. Ish mangët atje faulit. Hunter e dërgon të vendi për 51 me 43. Burns për Bailey. Bailey deporton nga një pozite vështirë. I larti në kërcim Hunter për Hotin, betët i vetmuar, tenton Amin Hot, shumë Hot. Dhe kjo është treshja e 4 e Aminit. 12 pikë, gjitha pikët e Amin Hotit duke ju revanshuar për atë disfatën në start të kampionatit. Amin Hoti ishte i shtyrë atje, referët heshtën, tentim dhe Peyton Haxhosaj del atje Zeqiri, Gen Zeqiri i ri. Postap nuk po luajnë me te Hunteri të rriqet mrapa nga një pozite vështirë. Te 4 dhe Kishin duan mbrojtje me Kishi, tentimi Don Poloshkës, tenton, nuk realizon, i kthe topi Azemit, i cili tenton dhe treshën e realizon. Shpejt për Bejlin, i kthehet topi Poloshkës për Bejlin, i cili realizon
të dy skuadrave kryeqytetase në minato. Sa bukur atje! Si duket shënimi pranohet. Bailey qëndron në vend se të lëviz. Poloshka për mrekulli në thellësi edhe një herë asiston. Dhe Kramer pikën e 4 të tij e realizon për 72-63. Sa po shkon e po nxehet loja për sëri 9. Mekiqi, Zeqiri, një mismet, Zeqiri me Arjan Azemin, tash e vrejnë dhe pa problem atje, jetë mirë fishim atje, Kramer mbetet në Hunterin. Sa bukur Hunter e përbiron, asiston dhe Jules koshin e çmonton. Shaquan Jules, pika e tij e 16, ishte i jashtëzakonshëm në pjesën e parë, realizoi 12 pikë. Në të dytën i heshtur pasi rolin e kosha shënuesit e morën Peyton dhe pick and roll atje me Julesin, depërton deri në fund. Aj, çka po bën Jules? Koshin po e çmonton, vrasës i vërtet, Shaquan Jules, 18 pikë të tij për 78-67. Bailey Burns. Sa bukur atje, edhe një herë Hunter Jules, 20 pikë të tij me çmontim koshi. 80-69, Bailey tenton, nuk realizon, Hunter e ka. Janë Cheese dhe Zeqiri. Burns depërton deri në fund dhe realizon 25 pikë. Realizon pikën e tij të DeAndre Burns, depërton deri në fund. Realizon kosh foul. Sigal Prishtina po fiton. Luan 1-1, tenton. Me tabel realizon pikën e tij të 32. Bailey kërkojnë që t'i bëjnë foul. Tenton Bailey. Dhe ndeshja mbyllet me fitoren e Borës 88-78 adhurues të basketbollit, po shkojmë me njëherë me intervistat e dy trajnerëve.